Nderuar shikues, kalojmë në insertin e radhës dhe kthehemi në studio për të folur për një kryeçështje, siç është ajo e raporteve mes Shqipërisë dhe Greqisë. Pse erdhi ministri i mbrojtjes së Greqisë? Inserti dhe rikthehemi. Jemi rikthyer në studio, unë do ta nis me Aulonin, me Nongradën, Aulon Kalaja. Zoti Kalaja, pse zgjodhi Athina pikërisht këtë moment për të sjellë ministrin e mbrojtjes në Tiranë? Tani, marrëdhëniet midis Greqisë dhe Shqipërisë janë marrëdhënie problematike. Domethënë, kur unë shikoj këto tituj që ne na duhet fshinjësi e mirë, këto janë tituj shumë interesant, romantik do të thoja, po kur i shikojmë pastaj problematikat që ne kemi midis dy shteteve, sigurisht janë probleme të mëdha. Kemi një ligj lufte që nuk ka dalë pra nga parlamenti i Greqisë, nuk është fuqizuar, ndërkohë që jemi dy vende anëtare të NATO-s, ajo zgjidhet shumë kollaj, domethënë në mbledhjen e radhës ministerialit të NATO-s, mjafton që një nga ministrat e mbrojtjes ta ngrej këtë çështje dhe shfuqizohet ligji i luftës. Kemi problematika tjera që Greqia nuk i njeh, siç është çështja Çame. Kemi varrezat e Çamëve në Greqi, të cilat nuk flitet fare. Kemi çështjen e teksteve shkollore, domethënë në një batërdije që ka ndodhur në tekstet shkollore, se si ne na dalin domethënë njerëzit tanë kolaboracionist me nazizmin, kanë vrarë, kanë prerë, ndërkohë që është totalisht e kundërta. Popullata Çame është një popullat martire dhe e vrarë, sakatuar, dëbuar dhe mbi ta është bërë genocid. Janë çështje të cilat duan kuraje shumë të madhe, zotëri. Ndërkohë që ne në këto momente po flasim për çështjen e detit, e cila duhet thënë deri diku ka pas një zgjidhje të disa viteve më parë, megjithëse as për atë nuk kam qenë dakord, por ne futemi si shumë të vegjël në raport në marrëdhëniet me Greqinë. Jemi njerëz, domethënë kemi një qeveri e cila nuk ka një përfaqësim për mendimin tim të duhur për të bërë këto negociata dhe kemi çuar çështjen në Hag, që në gjykimin tim jemi si çapi te kasapi, për shkak se ne ne do t'i drejtojmë disa pyetje Hagës. Thonë si çapi te kasapi do thotë që ne do dalim të humbur nga marrëveshja me Greqinë. Domethënë për këtë un jam i bindur me aq sa unë kam ndjek këtë çështje, për shkak se edhe në 2009 kam qenë kundër, atëherë zoti Rama ka qenë kundër dhe ai. Madje u bë një debat në gjykatën kushtetuese të kohës, pasi ai nuk pranonte që zgjedhjet e 2009-s dhe grupi parlamentar i tij nuk ishte betuar në parlament dhe këta ishin iniciatorët e çështjes në gjykatën kushtetuese të kohës. Bakojanis dhe Lulzim Bashës. Po, pastaj ka qenë momenti krucial, ka qenë viti 2017-2018, kur Kocias erdhi në Korçë, domethënë dhe u bën këto vizitat, pritej që me rastin e ortodokse, po, në 7 prillin e vitit 2018 të Cipras të vinte në Tiranë dhe të nënshkruante marrëveshjen, ndërkohë që nga ajo kohë kanë rrjedh shumë ngjarje të tjera dhe u vendos që mos shkonim më me negociata, por të shkonim drejt gjykatës Hagës. Në këtë moment, në gjykimin tim, ne jemi shumë të disavantazhuar për shkak se Greqia është një shtet detar, ka harta shumë të mira, ka profesionistë shumë të zotët, ndërkohë me aq informacion sa kam unë, ne nuk i kemi thrit njerëzit tanë më të aftë në apel. Kur është ndar kufiri me Italinë, Italia përfaqësoi me 4 kate, ishin gjuhëtarët, gjeologët, historianët, këta që njihnin drejtën ndërkombëtare, juristët më të mirë, ndërkohë tani ne kemi një grup që për mendimin tim është mediokër. Përpara kishim edhe spion të Greqisë në grupin negociator, midis në grupin shqiptar, ndërkohë që atëherë, siç e dini, zoti president,
spion, i kishim brenda aty. Tani ne jemi të paqartë fare se kush po negocion, kush janë palët, kush janë njerëzit, a kanë marrë plot fuqishmëri, çfarë po ndodh me gjithë këtë proces, domethënë nuk kemi transparencë fare. Sot mu duk si muhabet kushërish, domethënë, midis Ramës dhe Dendjas, dhe ne nuk dim asgjë se çfarë do bëhet me detin raport. Domethënë kemi gjuhë deklarata bombastike nga ana e Greqisë, me të thënë drejtën, unë lexoj shtypin grek. Praktikisht paraqetësisë vjen stuhia, kështu që po pra, jo, më duket si e frikshme. Jo, në Greqi ka pas deklarata her pas here që Greqia është zgjeruar me 12 milje. Tani du ta besoj që këto janë deklarata propagandistike, dakord. Por që ne kemi mungesë informacioni, media shqiptare ka mungesë informacioni dhe po të shikosh media greke janë 10 herë më përpara nesh në raport, pra nëse duam të marrim vesh diçka çfarë do të ndodhë në Shqipëri, ndjekim lajmet në Greqi. Kjo është situata. Qartë, ndërkohë dua t'i uroj mirëseardhjen zotit mentor Nazarko, i nderuar zoti Nazarko, mirëmbrëma, faleminderit. Mirëmbrëma. Gjithashtu në një lidhje të drejtë për drejtë kam edhe zotin Stavri Marko. Zoti Marko, ju përshëndes nga Tirana. Faleminderit. Mirëmbrëma. Zoti Prenga, po e vijoj me ju bisedën. Nga këndvështrimi i sigurisë kombëtare, cilat çështje mendoni se meritojnë serioziteti më maksimal për momentin për të trajtuar? Në kuadrin e marrëdhënieve Shqipëri-Greqi dy palshe, por edhe në kuadrin e aleancave ku ne bëjmë pjesë, është me interes që secili vend në momentin e caktuar të paraqesë problematikat, të kërkojë zgjidhje të tyre mbi bazën dhe parimin e reciprocitetit, duke menduar gjithmonë për interesat e vendit dhe të qytetarëve të vet. Por këto detyrimisht bëhen në paraqitjen si kërkesa dhe në momentet të caktuara palët kur kanë mjetin e presionit e përdorin fuqishëm. Pa çka se ne jemi një njëjtin aleancë, si Greqia dhe Shqipëria, në momentet të caktuara, falë zhvillimeve të ndryshme politike që shpesh shkojnë në drejtimin e duhur, por ka raste që ato edhe kanë kërcitje për sa i përket zhvillimeve të tyre në fushën e diplomacisë, mbështetur në strategjinë e sigurisë kombëtare dhe ajo është e do të mbetet orientimi kryesor mbi bazën e detyrimeve që kanë të gjitha strukturat shtetërore, kushtetuese dhe atyre detyrime që burojnë prej tyre, duhet gjithmonë të prevalojë interesi i vendit dhe mbi bazë e interesit të vendit të orientohen pastaj marrëdhëniet dypalshe dhe zhvillimet në faza të ndryshme që mund të jenë. Ne kemi problematika siç u përmend edhe nga zoti Kalaja, ka problematika të ndryshme që janë relativisht jo pak për sa i përket dhe kanë një histori relativisht të gjatë në mes Greqisë dhe Shqipërisë. Po pse është vështirë për të zgjidhur? Kush e ka më shumë atë, le të themi, në peshorën e ngërshit? Unë mendoj që diplomacia nuk mund të zhvillohet sipas idesë dhe mendimit e veprimit të një klase politike që vjen në pushtet. Ajo duhet të jetë e përhershme, busull orientuese dhe e vazhdueshme. Duke qenë vetëm në këtë formë, atëherë mundet që arritjet apo problemat që kanë ndodhur në të shkuarën të gjejnë trajtim të arsyeshëm dhe zgjidhjet e merituar. Nëse këto nuk do të jenë dhe për fat të keq, klasa politike, unë flas si një qytetar tani në këtë moment, klasa politike për 35 vjetësh qeverisëse e këtij vendi nuk i ka premtuar koha për të punuar për këtë çështje sepse ka punuar vetëm për veten e vet. Dhe kjo po e tregon edhe pak që tregut pak më parë ju, me vendimin e gjykatës kushtetuese, që për fat të keq, momenti në të cilin del është i arsyeshëm dhe kur flet gjykata nuk ka vend, ne duhet të heshtim në të tjerët, por për fat të keq ajo shpresë, ai besim, ai optimizëm i reformës në drejtësi, se nuk do të hidhem nga një temë në një tjetër, por që janë të ndërveprueshme të lidhur me njëra tjetrën, do thosha nuk dha frutet e dëshiruara për qytetarin që është i rëndësishëm, sepse klasa politike, për mua, cila do që të jetë në pushtet pa qytetarin, unë nuk e kuptoj se çfarë do të bëj. Pra, do të ngelet të luajë në një fushë pa lojtar. Dhe në këto kushte e parë nga ky këndvështrimi për fatin tonë të keq edhe në sa i përket zhvillimit të vizitës së Dendjas së ministrit të mbrojtjes Greqisë sot në vendin tonë, takim me ministrin e mbrojtjes dhe me kryeministrin, jam i bindur që është në vazhdën e takimeve që bëri pak ditë më parë kryeministri me ekipin e tij në Greqi. Dhe pjesa pa marrë përsipër ditë përpara një hapi, le të themi, tjetër historik që do japi Shqipëria është pjesa e presionit që do të përdorin greku dhe i thotë ja ku është karota, por ja ku është dhe Shkopi. Nëse ti do që unë të mos ve vetëm dhe të mbështes në pranimin e antarësimin në NATO,
atëherë ti duhet lëshosh nga ky pjesa tjetër këtej. Kjo njihet sa vetë shoqëria njerëzore që janë pjesa e tërheqjes dhe e lëshimit në momente të caktuara fal asaj pjesës së presionit që çdo vend e përdor. Edhe mendim nga zotëri Nazarko. Tani gjë me vëmendje kolegët duhet shquhet dy momente. E para që tha zoti Prega që tani në prag të integrimit evropian të Shqipërisë, vendimeve më të rëndësishme për këtë integrim, Greqia ka hapësirë më të madhe për të shtruar presion ndaj Shqipërisë. Kjo është ajo çfarë duhet nënvizuar dhe që përfaqëson atë kontekstin në cilin jo thjesht Dendias, i cili ka qenë ministër i jashtëm, ku në 2020 dy vendet nëpërmjet Dendias dhe Ramës vendosin ta çojnë çështjen në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, por mbas tij do të vijë dhe ministri i jashtëm grek. Pra, kjo kohë, kjo dritare kohore është e integrimit, është dritare ku Greqia ka maksimumin e mund të ushtrojë maksimumin e presionit ndaj nesh. E përmenda çështjen e detit sepse çështja e detit është më saktë për kufizimi i shelfit kontinental dhe i hapësirës ekonomike ekskluzive janë dy çështjet më të rëndësishme që lidhen me përkufizimin e atyre hapësira të përbashkëta. Kam një droj që nuk mendoj saktësisht që kjo çështje u diskutuat tani, sepse ai është ministri mbrojtje dhe tek çështja mes dy palëve ka ngelur në atë që duhet të jetë teksti i përbashkët, me cilën ose veç e veç, ministri i jashtëm tha para pak ditësh, tha që mund të shkohet edhe me dy çështje veç e veç. Pra, gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të investohet nga ato dy vendet veç e veç. Ndoshta Dendias ka ardhur në këtë dritare të ngushtë-kohore për të ushtruar maksimumin e presionit për të zgjidhur këtë dilemë, po jo për tekstin, sepse teksti nënkupton një ekspertizë të madhe që Shqipëria nuk e ka, mediat greke kanë nënvizuar që Shqipëria nuk e ka, Greqia thotë do t'ja jo ja punë, po në fakt nuk është mirë ta marrim nga Greqia këtë ekspertizë. Dhe jemi në fazën pra që ne po ja besojmë palët të tretë. Tani këtu duhet ndërlidhem me diçka që tha Auloni që çështjen për t'ia drejtuar palët të tretë në fakt ose i dembër e ka parapërcyer edhe zoti Berisha. E ka parapërcyer me gjas edhe përpara se të shprehej gjykata kushtetuese, ka thënë që ndoshta është më mirë të drejtohemi një palë të tretë. Për hir të vërtetës duhet saktësuar edhe që negociatat me qeverinë e Majt ishin drejt arritjes së një kompromisi në lidhje me këtë çështje, pra çështjen e detit, të paktën në dy prej pikave që kishte shprehur gjykata kushtetuese, në dy pikat ishte arritur konvergjencë në të njëjtën linjë që kishte vendosur gjykata kushtetuese, pra pala greke, pala shqiptare. Dhe çështja e marrëveshjes det nuk është çështje që lidhet vetëm me marrëdhënien dypartëse. Për tu theksuar këtu që Greqia ka një shqetësim që lidhet me Turqinë. Brenda 31 majit, Turqia do të miratojë, mediat greke thonë në mënyrë të njëanshme, çka është e vërtet, një legjislacion që quhet në emrin Adheu Blu, ku do të përcaktojë në mënyrë të ngjashme dhe çështjen e a kanë as kanë këto ishujt grek në Egea, a kanë të drejtë për det territorial, a kanë drejtë për shelf kontinental, pra diçka që afekton apo prek dhe po themi për kufizimin e hapësira midis Turqisë dhe Greqisë. Pra, ky është konteksti në cilin duhet vendosur vizita e Dendias, por duhet shtuar këtu në takimin me ministrin e mbrojtjes, me homologun e tij mbrojtje, u diskutua për një çështje që ngelet pezull në marrëdhënie mes dy vendeve, që është çështja e Komitetit Përbashkët të Ushtarakëve. Ndërkohë kur qeveria Berisha pranoi që të ngriheshin 2 apo 3 apo nuk e di sa varreza në territorin e Shqipërisë, qeveria e Majt vendosi ta ndalojë këtë dhënie dhurate ose vendim kështu kaq bujar dhe tha le të krijojmë komitet ekspertëve që të përcaktojë se ku ka ndodhur betejat dhe sa mund të lejojmë, pra në një farë mënyrë e bëri administrativ problemin e ngritjes të një varreze tjetër, nga sa kam kuptuar unë, përveç asaj që është ekzistuese, që në mendimin tim po të shikosh historikun, Kalaja me drejtë e analizoj ndoshta jo këtë pjesë, po të shikosh historikun, Shqipëria ka ditur që ta shtyjë këtë problem pa marrë vendime të ngutshme siç janë marrë edhe më përpara. Zoti Arabi?
mendimin tim ka dy çështje. Fillimisht çështja e parë është marrëdhënia ndërmjet dy shteteve tona, ndërmjet Greqisë dhe Shqipërisë. Dhe çështja e dytë është pak më e gjerë dhe pak më e nxehtë, le të themi për momentin, megjithëse në Shqipëri informacioni, le të themi, është më i ngushtë në këtë pikë, është ngritja e një aleance rajonale, disa aleancave rajonale. Dhe konkretisht flitet për një aleancë, cilën Izraeli dëshiron ta ngrejë me Kipron dhe me Greqinë dhe pjesë e kësaj aleance të jetë edhe Shqipëria. Ato marrëveshjet me Greqinë dhe me Kipron kanë avancuar goxha shumë në këtë pikë dhe me Shqipërinë ne kemi një... Cilit burimi referohen ju, zoti Arabi? Këto marrëveshje që kanë ndodhur me Greqinë dhe me Kipron janë marrëveshje të nga shumë burime ndërkombëtare të mediave ndërkombëtare. Jo thjesht media greke, se unë nuk ndjek media greke, se nuk se as greqisht nuk di, por nga media të ndryshme ndërkombëtare. E ka thënë deri në sa serioz ka shkuar kjo aleancë mes Kipros, Greqisë, Izraelit dhe Shqipërisë? Po, për shembull, Izraeli nuk e din çfarë faze janë, po ka një marrëveshje për të çuar në Greqi sisteme të mbrojtjes ajrore izraelite për të mbrojtur Greqinë. Të njëjtën gjë edhe me Kipron. Dhe në një situatë të vështirë, le të themi rajonale, që ndodhet Izraeli nga luftra nga të ndryshme, nga aktorë të ndryshëm në rajon, aktori i cilit ai friksohet seriozisht më shumë nga të gjithë të tjerët është Turqia. Sepse Turqia është edhe kapacitet shtet shumë i madh që në potencialin ushtarak, po edhe në rajon, në aspektin gjeografik është shumë afër. Gjithashtu ka dhe influencë në shumë vende në rajon, sidomos për shembull në Sirinë, që ka një aleancë të ngushtë me Sirinë. Për këtë arsye kemi të drejtë të dyshojmë tek ajo pyetja që çfarë nuk u tha, kemi të drejtë të dyshojmë se një nga gjërat që nuk u tha është edhe kjo. Përveç kësaj, edhe vetë ministri jon që kemi, ministri i mbrojtjes i Shqipërisë, Nufi, është një person i cili dyshohet që është vendosur në atë pozicion me influencën e një izraeliti mik i Ramës në Shqipëri, që quhet Ron Jefet, dhe kanë dalë disa dokumenta dhe disa dëshmi në publik, të cilët janë për tu marrë seriozisht, për te besimit të tij, le të themi fetar, që ka një afërsi me cionizmin në përgjithësi, por edhe këto marrëdhëniet që ai ka pasur me këtë Ron Jefetin dhe këto deklaratat publike që janë bërë, të bëjnë që të mendosh që kjo është ka diçka të vërtet dhe ka diçka serioze për të dyshuar, ose minimalisht për të dyshuar në këtë gjë. Kjo është pika e parë, sepse kemi dy ministra mbrojtje që takohen, pra vjen ministri i mbrojtjes, dhe ministri i mbrojtjes kur vjen për aleanca ushtarake, për marrëveshje ushtarake, nuk është se vjen drejt për të tjerat, për këto çështjet, le të themi, që i takojnë ministrisë jashtme, për shembull siç është çështja e detit që mund të kemi. Megjithatë, kjo është pika e parë. Pika e dytë, patjetër, që ai është përfaqësuesi i shtetit dhe i qeverisë të tij, dhe do vinë në emrin e shtetit të tij të mbrojë interesat, dhe në këtë pikë është pikërisht ky moment, ardhja e tij përpara një hapi tjetër që Shqipëria do të takon integrimit. Një hapi të rëndësishëm që Shqipëria i takon Shqipërisë për të bërë për integrimin. Mendoni që është ajo që thotë në Zarko, që është një lloj presioni. Greqia, duke e quajtur veten gjithmonë si është përpjekur që ta mbaj Shqipërinë gjithmonë në diktatin e saj, dhe një nga mënyrat e shantazhimit ndaj Shqipërisë ka qenë pikërisht kjo që ajo e shikon veten si porta për në Evropë, porta e Shqipërisë për në Evropë. Jo, megjithatë Shqipëria nuk është ajo e viteve 90, ëh.
Ka ndryshuar? Nuk është ajo, megjithatë ne kemi shumë fakte që vazhdojnë, të paktën sjellja e Greqisë është në të njëjtën mënyrë, në të njëjtën arrogancë siç është sjell dhe më herët, pra pikërisht kur Shqipëria dënoi një person me burgim për vjedhje votash dhe pikërisht i njëjti person është i dyshuar për një masakër, për një sulm terrorist ndaj ushtrisë shqiptare në 90 masakrën e Peshkëpisë. Pikërisht e ky person në mënyrë sfiduese Greqia e vendos atë në parlamentin e përfaqësuesin e saj në Parlamentin Evropian dhe shumë forma të tjera le të themi sfiduese të Greqisë ndaj Shqipërisë, pra me të vërtetë do ndalemi edhe në një çështje tjera, sigurisht zoti Rapi që nëpërmjet kësaj Greqia dëshiron që çështjet që janë pezull të ushtrojë presion nëpërmjet kësaj forme që do t'i rendisim njëra pas tjetrës të gjitha çështjet. Ndërkohë, ju lutem zotin Marko, e kemi në lidhje drejt për drejt. Zoti Marko, për ju çfarë tha dhe nuk tha ministri i mbrojtjes Greqisë në Tiranë? Si e pat ju këtë vizitë? Kemi ndonjë informacion më tepër sa është servirur në mediat e Tiranës, të njëjtën faqe është edhe në mediat e Greqisë, domethënë bëhet fjalë për një takim zyrtar i për masa me diplomacisë urgjente për disa pika kyçe të cilat siç shprehen me pak fjalë dhëndja përfshinte gjithë gamën e integrimit të Shqipërisë, interesimi për komunitetin grek, ndërkohë që marrëdhëniet bilaterale siç i shikojmë janë në pikën e vlimit janë në pikët më të ullët të historisë. Në pikën më të ullët tonë ju? Ndo që kolegët e mi në studio, të cilët do përqendruan kryesisht në marrëveshjen e detit, unë do të shpreh mendimin tim që marrëveshja e detit nuk është në një kusht ose një detyrim nga palët greke pasi Greqia në 21 januar të vitit 2021 ka kaluar 12.000 jetë në Joni ka kaluar në vendim parlamentit. Kushtet për të cilën po diskutohet në Tiranë për të shkuar në gjykatën e Hagës ose diçka më tej në Burg, janë prodhime të medias shqiptare, të cilat nuk zëngon në diplomacinë e Atinës. Por jam dakord me bashkëforësit, veçanërisht me general Prengën, i cili deklaroi që Greqia ka të dyja mundësitë në rreth të kullaçit të Kërbaçit, pasi ka arritur në një pikë të tillë që Shqipëria është dorëzuar për para të fesave të Greqisë, sepse ka prioritetin nivor të integrimit evropian të vendit. Në kjo pikpamje, unë do të thoja që është e vërtet për tjemët në të bëjnë një aleancë më të gjerë balkanike, veç Izraelit, Qipros dhe Greqisë, ku janë përfshirë direkt Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Franca, kam përshtypjen se kjo do të shtihet edhe në vendet e Ballkanit. Kam këtu parasysh që pikërisht sot që zoti Rendi aservin Tiranë, po sot Ministri i Jashtme greke organizoi një këshill për sigurisë nacionale me ekspertë. Ju zoti Marko, e shihni këtë si një lloj presioni një ditë përpara se Shqipëria të hedhë një tjetër hap drejt integrimit? Sigurisht integrimi ka kaluar në disa element bazë të politikës greke, të cilat nuk mund të nënshkalohen siç janë komuniteti grek, rrugën e tyre, të drejtën e tyre, përfaqësinë politik dhe në nivelet administrativ. Kemi sigurisht edhe duktësore çështjen e marrëveshjes detale, por ajo është lënë
krye këput patën shqiptare për ta zgjidhur. Minoriteti grek ishte edhe fokus. Zotni, ta bëj pyetje? Po, patjetër. Tani më fal. Domethënë se ngjova mos gaboj, Greqia ka në dorë integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, kjo ishte pak a shumë ideja? Sigurisht që ka. Domethënë Greqia ka këtë punë në dorë, Më thënë, të lëmë të punë, fare integrimin. Po pra, ta mbyllim po ashtu. Ta mbyllim këtë më bet. Po pra, e para. Sa doni ju, sa doni. Doni gjithë jugun, gjithë Ai e profeson Greqin tani. Ku ja ka ftu? Tani, përmend 2 herë çështjen e këtyre, domethënë njerëzve i komunitetit pakicës greke, minoritetit grek. Po këta shqiptarët që janë vranë në çamëri. Keni mendim për këta? Domethënë nëse këtyre janë shkel drejt aty në minoritetit grek në Shqipëri. Këta shqiptarë që janë vrarë, janë masakruar, që nuk kanë sot i varrez, ku të shkojnë njerëzit edhe të keni pikë referimi, ku çështja çame quhet herezi. Domethënë, keni mendim për këto apo këtu nuk është se janë shkel drejtat e njeriu? Domethënë, a është kjo çështje që duhet diskutohet midis palëve? Ti ju doni mendimin tim, unë jam fakt. Po pra mendimin tat pra me që ka ardhur debat po të pyes. Duke diskutuar për kushtet që ka Shqipëria për të bashkuar Perëndisë Evropiane. Po pra kjo çështje ekziston sipas teje apo jo? Olon, të saktësoj, ai është nga fisi i shquar Marko, i Petro Markos, cilin tani po e ripropozonte ajo dritare.com kur thoshte që dritoria golli është si ne frashri shprehsi më i shkëlqyer i tokës son, i shpirtit ton kombëtar. Kështu që pse duhet ta pyesësh Stavrin për atë që është qëndrimi zyrtar grek. Ndonse Dendias tha diçka, tha që unë tha vi nga Himara, tha me origjinë nga Himara, kështu që kjo është lidhja. Edhe Stavri nuk kishte bërë përshtypje kjo, që në postimin e vet ai thoshte që unë vi thoshte nga Himara, origjina ime është nga Himara. Zoti Nazarko, po bëjmë ndërmjet. Me qëse më përtove këtë episod. Unë e ka marrë Petro Markon për dore të në shkuar në 60 vjetorin që organizonte lidhja shkrimtarëve për nder të drejtoria gollit. Dhe është e vërtet që ai ka folë me shumë lëvdata për drejtorojnë. Por në fakt, ai ka ndjerë gjithë peshën e masakrimit nga këta katilat e diktatorës në Hoxha. Dhe di pse bëri këtë deklaratë. Sepse disa muaj më parë Petro operoi në Hungari nga prostata dhe pikërisht ishte kjo arsyeja që ai detyrua të shkonte në atë mbledhje dhe të krijojë lëvdata për etapin e vitës shkrimtarëve. Rektori i Universitetit të Athinës e përjashtoi nga universiteti se ishte mësuesi shqipe sama. Edhe te libri i re dhe gure tregon cila është origjina e Himarës. Nuk e di çfarë thot për fisin e Dendiasit që apo për fisin atij shefit Sias, por ai thotë që janë shqiptar, thotë kryesisht gjithë nga verior. Çështje tjetër vetdia, se unë e di atë që vetdijen ju e keni të fuqishme vetdije greke, zoti Beleri ka po ashtu, Dendiasi sigurisht, megjithëse tani nuk është më deputeti i Korfuzit, është i Athinës me sa diun, po ama është fakt që Petro është me vetdije të fuqishme shqiptare. Apo jo? Të japën ndërhyrje. Për herë të parë, komuniteti grek votoi unanimisht një kandidat. Për përqendruar tek temat të cilat kemi përmendur sot pa shkuar në shumë tema. Po, zoti Marko. Atëherë, me që se përmendin komuniteti grek në Shqipëri, në rastin për të parë të votonte 1 eurodeputet. Dhe ju duhet të dini që votuan 250.000 pjesëtarë të komunitetit grek në Shqipëri, të cilët për herë të parë 10% e popullsisë. Jo, ka marr vota ai, po e vërtetë. Është 250.000 njerëz, se s'është duhet Okej, serioz. Ku votuan në Shqipëri? Ju lutem, ka një problem me audion zoti Marko. Ju lutem rregullojeni numër plebiscitar.
Fal, 250.000 janë me shtetësi, po nuk janë gjithë 18 vjeç e lartë, apo jo, ka edhe fëmijë të vegjël. Të lutem, unë po jap statistikat të votuar zoti Beleri. Po pra, po. Dhe në qoftë se do të mendojmë se këto 250 vota, 10 vota nuk do të bëhen që në Shqipëri, atëre kjo do të dinë forcë politike. E majta greke, qeveria majt greke, e ka arrestuar zotin Beleri si të përfshirë të masakre Peshkëpis, ka patur bashkëpunim me 2 prokurorive për jashtim këto numrat e armëve, numrat serial të armëve, po kjo është çështje tjetër. E majta kur nuk do ta emëronte, djatha greke e kandidoi. Ky është fakt apo jo? Unë nuk përzihem për këtë temë se s'kam çfarë të them. Do të thosha vetëm që mendoj se s'ke çfarë thuash. Vetëm që zoti Beleri, i cili është vajzës. Po do kemi pak më pas zotin Beleri, kështu që ai pikpyetjet e tij sigurisht që do pyetet, do t'i thotë në emisionin Off the Record. Zoti Marko, do të thotë një pyetje. Pa dyshim që zoti Beleri do jetë pak më pas në emision dhe sigurisht që do ketë përgjigjet e tij edhe sigurisht që do pyetet edhe lidhur me këtë vizitë të ministrit të mbrojtjes së Greqisë. Nga ana tjetër, për ju zoti Marko, çfarë çështjesh mendoni që duhen zgjidhur nga pala greke për shqiptarët? Pra, duke qenë se marrim vetëm Tirana detyra shtëpie, çfarë detyra shtëpie duhet ketë edhe Athina? Të them të drejtën, komuniteti shqiptar në Greqi është integruar me të gjitha detyrimet e të drejtat që ka aktet ligjore europiane. Nëse do të më pyesin mua se çfarë drejtimi do të marrin për sa i përket bindjeve të tyre kombëtare, të jeni të bindur se brezi i dytë, që ka shumicën në shtetësisë greke, asë nuk din fare shqip. Jo, të mendojnë Fal, me që po thu janë integru, do të bëj pyetje, zotni, a e di që janë vrarë 300 shqiptarë në Greqi nga policia greke, gardianët e burgut grek, edhe ushtria greke dhe nuk ka sot e kësaj dite drejtësi, a është kjo një çështje për të diskutuar me që jemi në tryezën e bisedimeve, vrajnë 300 shqiptarë që nuk janë vrarë me njëri tjetrin, as i ka vrarë, domethënë një shtetas grek, i ka vrarë uniforma e policisë greke, e dini këtë fakt? Ka një libër për këtë dhe janë zbardhur emrat 1 për 1, domethënë. Kjo nuk është çështje shqetësuese për ju? Ti merresh me këto me drejtat e minoritetit grek në Shqipëri, po s'merresh kur vriten shqiptarët atje. Me çfarë merresh ti ndërkohë? Minoriteti grek ka një vajzës eurodeputet. Ka votuar 250.000. Po edhe çfarë pastaj? Po unë për pyetje më zotërisht, po ke fuqi me u përgjigj pyetjes time. Ju fola për çamërinë, ti nuk ke fuqi me ngrit si çështje. Çamëria ekziston apo s'ekziston sipas teje? Po nuk të jap fare përgjigje, se nuk është agjendën time. A nuk është në agjendën tënde? Kuptoj, pra kjo është me arroganca që po fliçim deri tani. Kjo është Greqia. Ai shqiptar vëlla, ai shqiptar. Unë po i ngrej 2 çështje, nuk kam as i përgjigje. Tani nuk është në agjendën time. Domethënë, kur ulen palët në tavolinë, diskutohen disa çështje që janë shqetësuese. Pra, Greqia do varrezat e veta për ushtarët e vet këtu që u bë skandal atëherë se u gjetën dhe kockat ushtarëve italian, edhe u përzin me këto banorët e Kosinës atëherë u gjetën eshtra, u hap dhe janë kanë kush ishte eshtra, domethënë që këto janë të ushtarë. Nga Prifti pra, që ka plas mega skandal dhe nuk, domethënë nëse Greqia do ta kishte seriozisht eshtrat e ushtarëve të vet, do t'i merrte ata në Greqi më zotëri. Nuk do sillte familjarët e vet këtu për me bë atë 28 kur është 28 tetori që tu bonte ajo, domethënë nëse këta e kishin seriozisht. Okej, domethënë në kombet e qytetëruara ka bërë luftë edhe Franca me Gjermaninë dhe kanë bërë një memorial përbashkët. Pse mos ketë varrezat shqiptarëve në Greqi? Apo jo? Pra kemi një popullat martire, çame, që atje quhen kolaboracionist, apo jo, dhe ne nuk kemi sot një varrezë të shqiptarëve të çamërisë atje. Pra ky është reciprociteti, nëse do të flasim për reciprocitet. Ti po flet në arrogancë, ti kjo nuk është në agjendën time. Ç'do të thon kjo tani? Ja ta dëgjojmë mendimin e zot Marko, po pa ndërprerje se ka probleme me audion. Jo, na pyetje, unë s'u ndërprer. Më shumë për efekt teknik.